Parku i Madh i Tiranës është mushkëria e vetme e kryeqytetit. 2 dekadat e fundit, parku ka qenë viktimë e një stër ndërtimesh të pakontrolluara, të cilat kanë shkaktuar ndotjen midisore dhe shkatrimin e tij. Si rrjedhoi është emergjente dhënia e një statusi mbrojtës. Për çështjen e liçenit të Tiranës, Ministria e Mjedisit, e cila mbulon anën politike dhe atë të legjislacionit, ka dhënë drejtimin e saj në lidhje me statusin që do të marrë Parku i Madh i qytetit. Me ligjin e zonë mbrojtje ai nuk mund të marrë një status natyror, sepse nuk i plotëson kriteret që përcaktojnë 6 kategoritë e zonave mbrojtura të Shqipërisë. E sidomos për park kombëtar. Qofshin këto bimë endemike, qofshin që të ketë një ndërhyrje sa më pak nga njerëzit, për cilët ne jemi dëshmitar që atje nuk ekziston kjo, mos jetë modifikuar, qoftë ujë, qoftë liçeni, qoftë pylli, mos ketë ndërhyrje me lloje të evazive të huaja, të cilat janë bërë pyllëzime me disa lloje të tjera që nuk i plotëson këto kushtet, dhe tani më është e hapur rruga me një vendim qeverie që doli në 2010-ën, që ky status të jetë statusi i parkut rajonal për Tiranën. Dhënia e statusit të parkut rajonal do të krijojë bazat për ruajtjen e ekosistemit nga ndotjet dhe ndërhyrjet abuzive, si dhe ndihmon në zhvillimin e mëtejshëm të biodiversitetit në të gjithë hapësirën e parkut të Tiranës. E mirë është që ky të marrë një status mbrojtës. Por ndërtimi i rrugës, autostradë që është ose domosdoshmë, disa ndërhyrje që janë bërë atje, natyrisht që kërkojnë më tepër që të ketë një vëmendje të veçantë nga gjithë opinionet. Aktualisht Bashkia e Tiranës po punon për përgatitjen e këtij studimi, i cili do të marrë miratimin e Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Qarkut, me qëllim që t'i hapet rruga e fillimit të procedurave për hartimin e planit të menaxhimit të parkut dhe për të garantuar një mbrojtje ligjore për këtë zonë.